ka mundësi mërdi që bizneset sektuara çfarë nuk paguajnë për mos përputhje, për thuhet ajo fjala shale dhe kofshë të tjera, çka rëndësi kjo, dhe ku vjen puna për të paguar atë i tha zoti Kraja, të pagojnë një lloj vlere të shqiptarisë. Nuk po të pagojnë emisionin, është vetëm emisioni në Shqipëri që paguajmë neve tre. Është vetëm emision që nuk paguhemi të dashur shqiptar. Por nuk ka të bëjë kjo, s'ka të thotë kjo, ne kemi dëshirë vetë t'ja bëjmë që shpëndajmë vlerat e shqiptarisë. Por që mos ketë një reklam diku lajthiz, diku sigal, për këta që njoh mirë vetë, diku kastrat, diku vazhdo, kemi ne, diku manaj. Po fundit nuk po them janë oligark, kanë një lloj pasurie të ndërtuar me djesh, me dituri, po edhe mbi krahët tona. Edhe mi punë tona ndonjëherë edhe të papaguar mirë, edhe ndërtona atë pasuri. Sa duhet ja rikujtoni zoti Guri. Po mirë më rregull. Dhe e thashë këtë dhe vim ke spitali në Fier, i cili është një spital që na ushqit si një vlerë monetare, e falur e tjera, një spital që nuk ka departamentet e veta, vete për zemër ti dhe përfundon vetëm ke një gjilper, edhe ka dekur babai i fëmijës timdi në spitalin e Fierit. E mbajtë 7 ditë pa i gjetur diagnozë dhe i thanë, merre këtë lloj gjeje, merren privat. Pra spitali nuk kishte ampullën më të thjeshtë. Ky spitali turk në Fier. Dhe në këtë kuptim, unë vetëm do bëj një diçka falje kërkoj unë për një prodhim shqip, që është prodhimi i Bulmetit, po e them dhe me emër, Lufra, se mendoja që prodhimi shqiptar përdor shumë qumë shplur. Dhe kam bërë një qëndrim kritik edhe për gjalpin që është margarin, që është e vërtet, kjo nuk e dorë nga kjo. Gjalpi i përzirë me margarin. Gjalpi i Byrekut është margarin dhe dije po në Berat, më tha që tina ke prishu punë, po me qa e bën, unë e bëj me vaj. Ky është vaj pushke, thash. Më ke si gjalpi, thash. Po megjithatë vazhdo. Vaj lule diellin. Po vaj kotel, vaj pushke lere tash. Edhe gjalpi akoma më keq margarin nafte. Gjalp naftë. Nicën e pushkës, po. Po e lekte, po vi po them këtë skuza, këtë falje, kërkoj falje që i kam bërë me qatë prodhimit, po vate e pash vet, një fabrikë caktuar, në këtë rast është Lufra, po kam parë dhe 2-3 fabrika tjera, do t'i them dhe ato një nga një, te Lufra kam parë një prodhim dinjitos. Shqip, kështu është. Prodhim dinjitos, i kërkohet falur. Unë i njoh pronarin. Po, unë nuk i njoh. I njoh edhe janë njerëz shumë dinjitos. Shumë dinjitos. Edhe janë shumë punëtorë. Palaj dinjitos ku merresh me analizën më në detaj të qumshit që binde, ku matesh alfa-toksina. Po t'i japim prioritet. Po pra, këti gjë që ati si shton goja toj që ore që po bëni gjë për Shqipërinë, na t'i japin kile kose, kile qumësh për jo më s'duan fare, ase dua va, unë kërkoj falje, për që kam thënë që qumshet tona, unë nisa nga një logjik që ata më shpjeguan. Disa që janë me qumë shplurë, ditë sa teatra ca gjëra që vjen me. Në fabrikat e tilla, erzen. Nuk shpëtojnë dot. Nuk shpëtojnë dot. Po erzen. Por kryesisht Lufra. Ky Zepa. Të tre e kanë parë vet. Po. Nga fillimi deri në fund, ku maste qumshin që sillte fshata, se unë nisa edhe mbaroj që në luginën e Vlorës ishin 3-4 fabrika mbledhse të qumshit. Baxho. Edhe ato nuk ekzistonin. Edhe thash ta bien plur qumshi. Sepse nga ana tjetër vjen dhe qumë shplur, po përdoka për biskota, do të bërë kujdes ajo që jo sa më pak biskota. Tani, edhe akuzovan në një farë mënyre që këta përdorin qumë shplur. Tani, ky qumësh që këta ishte që qumëshi ku e merrnin këta tani, nuk ishte më me 100 fshatar nga 2 lop, po ishin 2000 lop në një stall. Papa, i mbajnë vetë. I mbajnë vetë. Kjo që ka bëjnë. Dhe unë i kam parë gjitha ato, popull shqiptar, unë i kam parë vetë. S'kam lidhe më do të shpjegoj diçka nga eksperienca ime, se unë jam marrë me industrinë ushqimore. Dhe aq më tepër që kunatën time kam pas një personalitet në këtë fushë, edhe vëllezërit e gruaja ime merren me kimin. Nuk duhet të flasim për qumshin plur si diçka e keqe. E keqe, dakor. Sepse qumshi plur në fundit është një përpunim i shumicës për të hecur sa më shumë prodhimi, e kupton? Nuk, kur bëhesh qumësh, kur merresh qumësh plur që përdoreshin për lopët dhe e përdor për çështje këtu, aty ka probleme. Por unë, nga kontrollet që kanë bërë dhe AKU-ja dhe me çka ashtu, nuk e bëj këtë gabim. Ata marrin qumësh plur,
se nuk ja dalin dot me qumshin e vendit, nuk ka mundësi qumshi i vendit. Po marrin një 2 muaj në vit. Por marrin një pjesë të tjera, edhe unë mendoj që kanë prodhim të mirë. Serbia. Merrni djathin kaçkavall të Lufrës, merrni të këtyre tjerëve, do të shihni që është shumë i mirë. Janë shumë dakord. Edhe sot zonja ime, që të dy ne ishim armiq të prodhimit vendas, neve sot blejmë bulmet, o lufre, o zepën e provova, nuk isha provuar. O erzeni. Kur ndava ndimat në fund të dhjetorit, si zakonisht, më kujtoja Orlon Kalaja, profesor, po pse e lek të nisëm, edhe ndam, edhe tha ta provoj një herë me të drejtën. Por e provova një kutiti që nuk, se unë kisha zakon, edhe kam zakon, që atë që marrë çojnë destinacion. Dhe ka qenë një kohë zoti Balaj që lia edhe vullnetarët i lia pa e dhënë një gjë. Tani them që zoti Filan për shemb, më jep 20 pako për atje ku do të qojmë fshat, 200 pako. Ja ku është? Ja zoti Pimbi, më ka dhënë kaq herë. Më jep 200 pako për këtë, po më jep edhe 2 pako për stafin. Dhe pakot e stafit nuk janë kështu. Edhe te ky pako të stafit i provova vet. Të shkëlqyer di, zepa natyral. E shkëlqyer di. Merr dhe një kosë të jashtëm, pa pikë vlere, pa pikë naturaliteti etj etj. Pra për këtë unë kohë falur dhe do të thoshte një gjë tjetër që zoti Pinus mund ta ngrej dot atë. E njëjta gjë është për produktin shqip, ta zëm bir. Ta zëm prodhim vendas. Ku zoti ordo. 10 sekonda. Në një bar atje afër shpestimet e bulevardit Zogu i Parë, nuk bëja pres veshin. Vajta të pija një birë me një shok zoti Pingulli të nderuar miq. Më dolën rreth 12 emra birash të huaja dhe asnjë shqiptar. Bravo. Po i thash po mirë. Po nuk kemi ne. Po pse ma morën nga goja? Kemi disa bira shqiptare, kemi bira kosovare. Po pse ma morën nga goja? Dhe jo tha se kështu kemi urdhër nga pronari. Unë ngrita dhe ika. Bravo. Me gjithatë shokun tim. Po pse doja të pija birë shqiptare ose të shqiptarëve të Kosovës? Çfarë janë gjithë këto 12 firma birash? Tani, zoti Pindu më është lutur për të gjetur një emër bire Iliria. Edhe e kanë gjetur. Po me anë të miqve, edhe të studimeve që bëj, ti përkushtuar, gjeda që jo vetëm vera shqiptare, 5.000 vjetë e vjetër, po na paska qenë dhe bira Ilire po aq e vjetër. Sepse Shqipëria vine kasht, vreshta, dynjane. Kam mik prodhuesin asaj. Po pra, dakor, edhe grekët gjoja, apo romakët gjoja, nuk i pëlqenin ilirët se pini shumë bira. Edhe bira e Ilire ka një emër të saj, ta kam dhënë emrin, po se më mend tash. Pra, atëherë si mundet të më zhdukësh ti mua këtë traditë që një birë 5.002 thon 7.000 vjetë e vjetër, sepse është gjetur 8.500 farat e Elbit në Pogradec, në Linë. Atje është gjetur 8.500. Nga fjala far, vjen farm, vjen farmer, etj. Vjen faraon. Vjen faraon, vjen farefisi, vjen farfari e gjyqit suedes. Pra, shikoni sa vlera kemi. Edhe këtu më është produkt shqip, është diçka banologjike, është diçka karakteriale e këtij populli, që ne nuk duhet ta mohojmë. Kështu që edhe prandaj i thirrë kryeministit që të vlerësoj si quhet. Emri Iliria, e gjetë. Iliria, bravo. Po Iliria, po Eurolabi tash, shoqëria Eurolab prodhon Ilirian, edhe sigurisht ka qenë një produkt i jon dikur, por tash ata e kanë ngritur nivel më të lartë, edhe po e përhapin shumë mirë, edhe po e mbrojnë. Shumë bukur. Ne përshëndesim tani. Ne përshëndesim. Ti e ke shokun se njoh, po jam e besoj. Janë njerëz serioz dhe e besoj. Edhe do ta përhapin në gjithë Ballkanin. Kështu është. Shumë bukur. Edhe gjunati zoti Bale mos i bëjmë këto produkte që edhe ti ta qoftojmë të kryeministër, ç'është ky që sjell e dini ju ai në Divjak që përmendi që si mund të vinë sallatorët nga jashtë kur do të ndiqen politika. E bën ata fertele patronazhisat. E para që donin ta ulin qast, e dyta qast i ka marrë desa ta mpal pas 2-3 javësh. Lili, si e kishte emrin ai Divjak. Por Italia i mbron shumë ata, vetëm derdhën qumshin, derdhën vajin e ullirit. Do të thënë mbrohet produkti vendas atje. Patjetër. Vetëm në ekstreme kur s'kan çfarë bëjnë atë refusin produktin. Ne mbrojmë gjuhën tonë dhe mbrojmë produktin. Pikërisht pra produkti bëjmë do të bëjmë gjuhën e produktit dhe gjuha produkti jonë. Ashtu produkt, bravo, shumë e drejtë. Edhe gjithë këto prodhime, sidomos këto ushqimore, për të cilat është dhe një, do të thënë, kanë dhe efektin e atraksionit turistik, se ai që vjen, ai
100% miqtë e mi italianë që kanë ardhur kanë thënë duam diçka vendase. Ore, qa ani juve, mi restorant, atë tradicionalen tuaj, qa keni juve këtu? Edhe pasaj ngelen pa mënd kur anë... Ose bira Koqa, Golden, ajo, sidomos Golden. Shumë e mirë. Është jashtë zakonisht e mirë. Krasime ato që unë marrë aty në njërë gjitha Bavaria, absolutisht, bira Golden, Korqa, pa bërë qefin ati. Ora në fundit, duke që po t'i bërë qefin, duke që e paguar nga jeti. Po e ma zhije fare, ase një fare, bje fjara. Edhe në kuptim, pëse mos atemi fjallë në emër, po... Arsyen, zoti Guri dhe zoti Pingulli, që pëse duhet të ketë atje 12 bira të huaja, po me një çmim shumë të lartë. Do të them unë këtë? Dhe pastaj mos ketë bira shqiptare që më bën mua të ngresh atë. Ai ka fitim me çmim të lartë të birës. Dhe fitimi për njësi bire është më i lartë se fitimi për njësi bire vendi. Sepse birën e vendit nuk e mban dot me çmim të lartë, kurse birën e huaj e mban me çmim të lartë. Kam sjell unë këtë na X shtete e kam unë. Edhe me që ishme ke bira, po krahasohet bira e Pukës me atë ujë, me atë teknologji, vjes pas e shoku im gjeolog që nuk është më tani që e bëri kur Begeja më duam. Po, nuk është Begeja. Çka si pa? Begeja. Pse nuk është më? Jo, ky teknologu që bëri që nuk është më. Bira Elbar, pra. Puka, Elbari me çmim premium. Ore Puka po them edhe një herë, uji, se bira bëhet nga uji, nga fara, nga majaja, 4 gjëra i bën birë. Edhe unë ku mbaj mend specializimin që ki në Prag, nuk është më e mirë ose baras se bira e Pukës. Nuk është më e mirë ajo e Pragës. 610 muzeja ata Prag. Nuk janë gjë fare, nuk janë. Po pra, edhe gjuna mos i po këto birrat e vendit një herë mbi të gjitha, në praktika janë të freskë këta jesh. Janë të freskëta, bravo. Ti i pinë brenda një periudhe të sigurt. Kurse birrat e huaja, asnjëherë nuk e di dot, se sa vjet ka. Po të lëm atë që ne kemi ujë mali, që nuk krahasohet absolutisht me këta ujërat ndërkombëtar që i bën. Italianët sigurisht kanë ujëra të mira sepse kanë ata male, e kupton, kanë kështu, por